A e keni vëretur sa pak gra ka në profesionet më të paguara në Kosovë? Kjo nuk është rastësi dhe shumë raporte hulumtuese e theksojnë këtë. Sipas analizës së Institutit GAP për konkurset e punës, 59% e shpalljeve përmbajnë stereotipe gjenore dhe 73% e tyre përdorin gjuhë që favorizon burrat. Kjo do të thotë që diskriminimi gjinor fillon që te shpallja e punës. Sipas Agjencisë për Barazi Gjinore, gratë në Kosovë zakonisht punojnë në sektor me paga më të ulta, ndërsa burrat dominojnë sektore të paguar më lart, si teknologjia, inxhinieria dhe energjetika. Ndërkohë, profili i barazisë gjinore tregon se gratë kryejnë deri në 3 fish më shumë punë të papaguar se burrat, punë shtëpie dhe kujdes familjar, çka kufizon qasjen e tyre në profesionet më të paguara. Një studim i Këshillit të Bashkëpunimit Rajonal i bazuar në të dhënat e Millennium Challenge Corporation tregon se në Kosovë gratë fitojnë vetëm 74 cent për çdo 1 euro që fitojnë burrat. Pabarazia është edhe më ekstreme në disa sektorë. Në miniera dhe nxjerrje gurësh, gratë fitojnë vetëm 27 cent për çdo 1 euro të burrave, ndërsa i vetmi sektor ku gratë fitojnë pak më shumë është ai i shërbimeve financiare, vetëm 2 cent më shumë. Edhe pjesëmarrja në tregun e punës është shqetësuese. Vetëm rreth 20% e grave në Kosovë janë pjesë e fuqisë punëtore, norma më e ulët në rajon, dhe kjo shkakton një humbje të mundshme ekonomike prej rreth 13% për vendin. Kur gratë fitojnë më pak, kanë më pak mundësi për arsimim, për zhvillim profesional dhe për investim në veten e tyre. Dhe kjo pabarazi ushqehet nga barrierat në qasjen e punësim dhe nga rolet tradicionale gjinore. Edhe Fondi Monetar Ndërkombëtar e thekson qartë se norma sociale dhe rolet tradicionale janë një nga arsyet kryesore të mungesës së grave në sektorët e paguar më shumë. Dhe një gjetje shumë e rëndësishme nga rrjeti i grave të Kosovës thekson se gratë janë 4 herë më pak të përfaqësuara në pozita udhëheqëse në sektorin publik dhe privat. Pra, pse janë të padukshme gratë në profesionet me pagë të lartë? Sepse stereotipet në shpalljet e punës i largojnë që në hapin e parë, sepse barra e punës së papaguar dhe pritjet shoqërore u kufizojnë mundësitë, sepse mungojnë në pozita teknike dhe udhëheqëse, aty ku pagat janë më të larta, dhe sepse vetë sistemi i punës ende i favorizon burrat, siç tregojnë të gjitha këto raporte. Por cila duhet të jetë zgjidhja për mbylljen e hendekut gjinor? Kosova tashmë ka bërë hapa përpara duke përfshirë institucionet publike në rrugën drejt barazisë gjinore. Hulumtimet tregojnë se kur barazia gjinore përfshihet në politikat kombëtare, sjell ndryshime reale në shoqëri. Dhe me mbështetje të qëndrueshme vendore dhe ndërkombëtare, ndryshimi mund të jetë i arritshëm. Mbyllja e hendekut gjinor në paga nuk ndihmon vetëm gratë, e përmirëson ekonominë, e forcon tregun e punës dhe rrit cilësinë e jetës për gjysmën e popullsisë së vendit.